Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vëmendje, mos i konsumoni arrat nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Arrat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse teproni me to, do të përballeni me dhimbje koke, fryrje të stomakut dhe diarre. Konsumi i tepërt i arrave në një periudhë afatgjatë mund t'ju shëndosh, citojnë ekspertët. Sipas të dhënave të bazuara në studimet e nutricionistëve, racioni ideal i arrave është nga 5 deri në 8 kokra çdo ditë. Nëse tejkaloni dozën e konsumit të tyre, efektet anësore të ngrënies së tepërt të arrave do t'jenë më të gjëra. Fibra është shumë e mirë për sistemin tretës dhe mirëqenien tuaj. Një grusht me arra ofron 2 gram fibër, një sasi që nuk shkakton probleme në organizëm. Por nëse ju tashmë keni nisur një regjim ushqimor të pasur me fibër, atëherë arrat nuk janë një zgjedhje e mençur. Konsumi i tepërt i fibrës mund të stresojë sistemin tretës dhe të shkaktojë gazra, diarre dhe fryrje. Mund të çojë në shtimin e peshës. Arrat konsiderohen si një ushqim që sjell shumë energji. Një filxhan me arra ka 765 kalori. Megjithatë, falë yndyrnave të shëndetshme dhe fibrës, arrat arrin të ngopin njeriun shumë më shpejt. Nëse ju e teproni me arrat, atëherë me siguri do të shtoni në peshë, do të keni edhe më shumë dhimbje koke gjithashtu. Ekspertët thonë se çelësi i suksesit të mirëmbajtjes së një peshe trupore është që ngadalë të hani ushqimin dhe sapo të ngopeni ta lini atë. Nëse ju hani arra dhe më pas sforcoheni për të mbaruar pjatën e tryezës, edhe pse nuk jeni të uritur, do të shtoni më shumë kalori. Niveli i dur i kalorive ditore për gratë dhe vajzat është nga 1600 deri në 2400 kalori, ndërsa për burrat dhe për djemt është nga 2000 deri në 3000 kalori. Teprimi i arrave mund të shkaktojë reaksione alergjike. Nëse jeni alergjik ndaj arrave, atëherë duhet të tregoheni shumë më të kujdesshëm. Kujdesi nuk duket kur i tepërt edhe nëse jeni alergjik ndaj një arrori tjetër. Simptomat e reagimeve alergjike të arrave përfshijnë skuqjen e lëkurës dhe kruajtjen e saj. Megjithatë, në këto raste nuk përjashtohet diarreja, dhimbja abdominale, të shtima, kolla e thatë dhe bllokimi i undhve. Nëse këto simptoma shoqërohen me dhimbje të kraharorit, rrahje të ulta në zemër dhe rënje të tensionit, atëherë shkoni me urgjencë tek mjeku, pasi dëmtimet që mund të ketë trupi juaj do të jenë vërtet të larta. Arrat janë të vlefshme për shëndetin ton mendor dhe i mbajnë simptomat e depresionit larg. Kjo u demonstrua nga një ekip kërkimor i shkollës mjekësore David Geffen të Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles. Shkencëtarët të koordinuar nga profesor Leonard Ara, profesor në departamentin e kimisë biologjisë në Universitetin Amerikan, erdhën në këtë përfundim pas analizës së dhënave nga ushqimet e dietës ushqimore të 26.000 njerëzve. Meqense disa studime të mëparshme kishin zbuluar një lidhje pozitive mes dietës së mesdheut dhe depresionit, ato vendosin të hetojnë drejt për drejt efektin e arrave. Ku arrit në përfundimin se arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e kujtesës, por gjithmonë duke i konsumuar brenda dozës lejuar. Pasi kështu arrat mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në rritjen e performancës së trurit, gjithashtu edhe për të rritur nivelin e shëndetit të tij. Nëse i konsumoni brenda normës lejuar, arrat kanë dyfishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe të shkaktojnë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arra. Së fundmi, një studim të cilit e referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrorëve parandalon sëmundje të zemrës, diabetin e tipit 2, parandalon radikalet e lira. Në veçantë, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës. Ndaj, ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Përveç të pasurit me antioksidant, arrat përmbajnë fibër, protein, vitaminë dhe mineral. Shëndeti juaj mendor do të përmirësohet fal antioksidantëve të tyre. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor.
Arat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyra, por këto yndyra janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjegojnë se mjaftojnë 8 ara në ditë për të marrë përfitimet maksimale të tyre. Sipas tyre, duke ngrënë 8 ara para buke, njeriu do ta ketë më të lehtë humbjen e peshës së tepërt, sepse arat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 ara çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënjes, njeriu do të përfitojë proteinë dhe mineral të nevojshëm. Ato janë të pasur me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin më të fortë dhe akoma më të shëndetshëm. Arrat janë një ndër ushqimet më të shëndetshme për trupin e njeriut. Mjekët rekomandojnë konsumin e arrave çdo ditë, të paktën 8 kokra vazhdimisht për të marrë përfitimet e tyre. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë tek arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Ato luftojnë gjithashtu edhe depresionin. Arrat përmbajnë proteinë, vitamina, acide yndyrore omega-3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit në rritjen e qelizave, në imunitet, në gjak dhe në parandalimin e sëmundjeve. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Vaj arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega-3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbokthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbart rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Arrat përmbajnë kompleksin e vitaminës B si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë në shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti tipi 2 tek femrat. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë më të shëndetshme. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve yndyrore omega-3. Meqense arrat janë të pasur me fibër, janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si dhe luftojnë problemet me to. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet për gjumin. Ky hormon gjendet te arrat duke u kthyer në një ushqim, në një snak të përkryer në përmirësimin e gjumit. Arrat mbrojnë kundër egzemës, psoriazës, astmës dhe artriti reumatoid. Por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave të këqija. Acidet yndyrore omega-3 parandalojnë çrregullimin e ritmeve të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mpiksjen e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginin ndihmon elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Ushqimi i përditshëm me 75 gram arra mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së riprodhimit. Vaji i arrave ka veti të shkëlqyera si astrigent që ndihmon në mbajtjen e lëkurës të butë dhe mund t'i ofrojë edhe shumë përfitime të tjera shëndetit tuaj. Prandaj konsumi 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë është një zgjidhje shumë e mirë në dobi të organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.